Mjetet e tyre të paraqitjes i lan pakës anash për të marrë me punë tjera. Pjesëtarët e gardës qëndruan kështu të relaksuar vetëm sa u ofrua terë mbi Prishtinë për t'u kthyer detyrës për një pritje që duhet të bëjnë. Ajo është për çiftin mbretëror të Mbretërisë së Bashkuar, princin e Walesit Charles dhe gruan e tij Camilla, dukeshën e Cornwallit. Mysafirët në aeroportin Adem Jashari i priti presidenti Atifete Jahjaga, e shoqëruar nga ambasadori i Kosovës në Londër Lirim Grajçevci dhe ambasadori i Britanisë në Prishtinë Rory O'Connell. Derisa kjo ndodhte, në hotelin Swiss Diamond ishin bërë gjitha përgatitjet për pritjen e Charlesit dhe e Camillës. Një tryezë ishte rezervuar për pushtet e opozit. Për këto u stacionuan vetëm opozitarët e lideri i listës serbe me të cilin Jakub Krasniqi në fillim, e më pas Shpend Ahmeti, Ramush Haradinaj e Vysar Ymiri bën muhabet e i cakruan gotat. Në këtë moment u shfaq kryeministri Isa Mustafa, por si duket qëndrimi këtu nuk i pëlqeu. Më pas ai u kthye bashkë me presidentin në ardhje Hashim Thaqin dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Ndonse Thaqi e Veseli nuk u shikuan as pak me opozitarët, Mustafën disa herë tradhtoi shikimi. Kur merret vesh se çifti mbretëror arriti ra qetësia. Kurse Charles dhe Camilla bën paraqitjen e tyre. Duke e shondal për bisedë të vogël me presidentin Jahjaga, që me vete kishte marrë edhe bashkëshortin Gjokjo Rall. E trashëngimtari i fronit britanik shkoi me rend. Njëherë bëri biseda me pushtetarët e më pas me opozitën. Për rëndësinë e vizitës mbretërore që do të vazhdojë edhe të shtunën, foli ambasadori britanik në Kosovë. Ai ka folur shumë sonte me liderët e Kosovës, por gjithashtu edhe shërbyesit civil, shoqëria civile, edhe me njerëz, me vullnetarë, me gazetarë, me njerëz me vullnet të mirë që provojnë me bë diçka mirë për Kosovën. Ai shpalosi edhe qëllimet kryesore që i ka princi Charles kur viziton vende si Kosova, e cila ishte stacioni i tyre i fundit në turneun ballkanik. Ka pajtim mes popujve, mes feve, dialogu mes feve, mes popullit, edhe gjithashtu fuqizimin e qytetarëve edhe të rinjve. Ai është shumë interesuar për të ndihmuar të rinjt, për t'i fuqizuar në ëndrat e tyre. Pasi që ta kaloi natën në Prishtinë, të shtunën e 19 marsit, Charles dhe Camilla do të kenë një ditë me plot vizita, ku si përfundim është qëndrimi në qytetin e Prizrenit. Princi Charles është djali i madh i mbretëreshës Elizabeta, ndërsa në Kosovë ka qenë edhe një herë pas përfundimit të luftës. Derisa është njoftuar se ai është shprehur i impresionuar me ndryshimin që ka pas Kosova për 17 vite pas.